Ndahet papritur nga jeta në moshën 54 vjeç pedagogu i njohur me kontribut në shkencë dhe sport. Sporti dhe Akademia Shqiptare janë tronditur nga një lajm i hidhur, ka ndruar jetë profesor i asociuar Dr. Artan Pogoni, një nga emrat e njohur të edukimit fizik, sportit dhe administrimit sportiv në vend. Pogoni u nda nga jeta në Vlorë si pasojë një infarkti, sulmi në zemër, duke lënë pas një karrierë të gjatë të ndërtuar mes auditorëve universitar, fushave sportive dhe institucioneve drejtuese. Ai mbante detyrën e shefit të Departamentit të Edukimit Fizik dhe Sportit në Fakultetin e Shkencave Sociale, Turizmit dhe Sportit të Universitetit Barleti dhe ishte antar i senatit akademik të këtij institucioni, me një formim të gjerë akademik, doktor shkencash dhe me 4 diploma universitare. Artan Pogoni ja kushtoi jetën zhvillimit të shkencave të sportit, veçanërisht në fushën e rekreacionit sportiv, metodologjisë së stërvitjes dhe edukimit fizik. Ai ishte autori 12 publikimeve shkencore dhe 2 testeve universitare, ndërsa kishte kontribuar në projekte ndërkombëtare akademike përmes programeve Tempus dhe Erasmus+, duke promovuar shkëmbimin e eksperiencave dhe modernizimin e sportit shqiptar. Përtej karrierës akademike, Pogoni ishte angazhuar drejt për drejt në sportin elitar. Ai ka qenë drejtor sporti në Bashkinë e Tiranës, ndërsa në vitet e fundit ishte një nga figurat drejtuese të Barleti Volej, ku ka kontribuar dhe si trajner i ekipit femrave. Emri i tij ishte i pranishëm edhe në debatet publike për problematikat e sportit shqiptar, ku shpesh ka ngritur shqetësime për mënyrën e organizimit dhe funksionimit të federatave sportive. Me ndarjen e tij nga jeta, Shqipëria humbet një pedagog, studiues dhe kontribues të rëndësishëm të sportit. Koleg, student dhe sportist kanë shprehur dhimbjen për humbjen e një profesionisti që për shumë vite punoi për edukimin dhe zhvillimin e brezave të rinj. Artan Pogoni do të kujtohet si një nga zërat e rëndësishëm të lidhjes mes shkencës dhe sportit në Shqipëri.